Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na shikun këto qaste, Kosovë, Shqipëri, trojë tona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në këtë ambient fantastik basketbollistik të Shani Nushit, ku do të përballen vllazënimi i parafundit me Borën, e cila pas vitit të ri po mbulon çdo gjë para vetës dhe së bashku me Trepshin e Golden Eagle Yllin janë aktualisht skuadrat më në formë në elitën tonë. Me ju sot në këtë përballje fantastike jam unë Agon Fehmiu. Është interesant të kthehemi pak mrapa kur këto dy skuadra u takuan me 2 nëntor 2025 dhe vllazënimi e Bora ishin dy skuadrat e vetme në Super League pa fitore, me nga 3 humbje në start dhe ishte ai derbi i fundit të tabelës, betejë për fitoren e parë këtë edicion. Pikërisht këtu në Shani Nushi kundër Borës, me 2 nëntor të vitit kalum, vllazënimi kishte regjistruar fitoren e parë të këtij edicioni, pas 3 humbjeve rresh në start, duke triumfuar me rezultat 91-79, fal shfaqjes së shkëlqyeshme të Alos Ziggy Reed, i cili shënoi 28 pikë, dhe duke pasur për krau tashmë ish lojtarin më të mirë kuqezi në vjesht Markiz Vorikun, që kontriboi me 20 pikë. Alo qendra Jorane i luajti me double-double, 18 pikë e 12 kthime. Te Bora tashmë ish qendra amerikane Tyson Jackson, luajti me double-double, 17 pikë dhe 10 kërcime, kurse Aloja nga US Virgin Islands, ishujt vëzhgër të SBA-ve, Shaquan Jules, pati 16 pikë e 7 kërcime. Shkojmë edhe me prezentimin e skuadrave. Kapiteni Adem Mekici është shëruar dhe është sonte në përbërje. 4 Qiz, 6 Ronukaj, 8 Ylplana, 9 Kenzeqiri, 10 Hunter, 11 Olsi Kurtaj, po ashtu i shëruar 13 Shaquan Jules, 24 Lance Thomas, 34 Amin Hoti, 35 Halim Leboci dhe 37 Jetmir Zeqiri. Treneri Kashqelani, mendimësit e tij Klokoqin dhe Ibrahimin. E vllazënimi sonte paraqitet me numër 11 kapiteni Atik Koshi, por edhe pse është në listë paraqitse, është i lënduar dhe sonte nuk do të luan. Me numër 1 Ziggy Reed, 2 Amri Bedra, 4 Arbin Rushiti, 5 Derek Wilson, 6 Tyron Todd, numër 9 Jerry Cole Hallams. Natyrisht përkrahje e madhe për herojën e edicionit të kaluar, numër 10 Joranej, 21 Samir Zekici, 25 Ronda Syla. Po ashtu ka lëndimi dhe nuk dihet nëse do të inkuadrohet apo jo, edhe 56 Eden Cingu, trener Gültekin Selimi, mendimësit e tij Doran Hanën dhe Driton Racin. Pra, sikur se e thash me 2 nëntor të vitit kalum,
Vllaznimi regjistroi fitoren e parë këtë edicion pas 3 humbjeve rresh në start. Me rezultat 91-79, kështu kampioni në fuqi ligës unike Vllaznimi, Aso Kohje i largua fundit të tabelës, kurse Bora pa të mbetur në vendin e fundit me 4 humbje pa fitore. Ndërkohë, Vllaznimi pas ciklit të parë me vetëm 1 fitore 6 humbje, ndau rrugët me arkitektin e suksesit më të madh të kuqezimve pas luftës, trenerin Jeronimo Sharin, që kishte sjell trofeun e parë pas 29 viteve, titullin kampion të ligës unike, dhe e angazhoi malazezin Krivo Kapicin, i cili startoi në mënyrë bombastike me 2 fitore ndaj Bashkimit e Trepçës, pra nën kampionit e kampionit. Mirë po, për shkak të karakterit të tij dhe serisë së humbjeve, Vllaznimi ja tregoi rrugën dhe bëri marrëveshje me Gültekin Selimin. Sonte refer kryesor Gjelan Mumini me ndihmësit e tij Arjan Thaqin dhe Arjan Kerën. Pra, sikur se thash, ja tregoi rrugën Vllaznimi edhe Krivo Kapicit, bëri marrëveshje me Gültekin Selimin, cilin po e shihni, dhe aktualisht kuqezint janë të parafundit e po luftojnë për mbjetesë direkt me Rahovecin, i cili mbrëm kapsuar nga Peja. Nga ana tjetër, ky njeri ka bërë me të vërtet revolucion me Borën. Bora, e cila përkundër investimeve të bëra dhe aspirateve për suksese si vjet, kishte startu dopt me 4 humbje rresht, e prikërisht disuata nga Vllaznimi i kushtoi me shkarkim trajnerit Lubomir Minçevit, ndërsa klubi i ri Prishtinas angazhoi malazezin e suksesshëm Zoran Kashqellanin, i cili bëri revolucion me skuadrën e Borës dhe nisi ngritjen e ngadalshme por të sigurt, duke rinditur 9 fitore 4 humbje, dhe nga pozita e fundit si skuadër pa fitore, Bora u ngrit në pozitën e 4, ku aktualisht ka bilans pozitiv prej 9 fitoreve e 8 humbjeve, dhe në rast të triumfit ndaj Vllaznimit, sonte do të realizonte fitoren e 10 si vjet, dhe do të kalonte në pozitën e 3 me vetëm 2 fitore më pak se Bashkimi i dytë, dhe pozita e cila dërgon direkt në gjysmën finale të play-offit. Me të vërtet, një rikthim senzacional i Borës, skuadrës e cila vitin e kaluar debutoi dhe dal nga dal po ngritet në majët e basketbollit kosovar. Padyshim se Bora është një prej skuadrave më të nxehta aktualisht, edhe pse ekipet tjera po i ngrin dhe po i mbulon, dhe ja sonte pasi ka mbuluar Bashkimin, Rahovecin, Prishtinën e Peën pas vitit të ri, do të tenton të mbulon edhe Gjakovën. A do të jenë kuqezin të Gjakovës sonte tepër të nxehtë dhe ta shkrin Borën, apo Bora do ta mërdhin edhe Gjakovën? Për të shënuar fitoren e 5 rresh, kjo mbetet të shihet në këtë duel që pritet të jetë i bukur dhe fantastik basketbollistik. Palestra sonte dal nga dal po mbushet, dhe shpresoj të kënaqemi dhe ta shohim këtë duel, i cili ka të gjitha atributet dhe parakushtet të jetë i mrekullueshëm, para se të bartemi në Minatori, ku sonte takohen direkt edhe 2 skuadra tjera në top form, Trepça dhe Golden Eagle Ylli, të cilat po e vazhdojnë serinë e përballjeve pas dueleve në çerek finalin e kupës, ku Trepça e eliminoi Yllin. Përndryshe, këto 2 skuadra duelin e fundit e zhvilluan pra në Palestrën 1 tetori në Prishtinë me 13 tetor. Me këtë rast Bora ishte revanshu për disuatën në duelin e parë në Shani Nushi. Ndeshjen e fundit mes tyre e fitoi Bora me rezultat 68-81, ku lojtari më i mirë për fitues ishte Amin Hoti me 16 pike 7 asistime, dhe fundori Amerikani Tyler Cheese, i cili kontriboi me 16 pike 6 kërcime nga ana tjetër. Për Vllaznimin, Jerry Helms ishte më i dalluari me 19 pikë, ndërsa kanadezi Tyron Todd luajti me 14 pikë, 5 asistime dhe 4 topa të vjedhur. Shikuar në përgjithësi, kjo është përballja e 7 në mes të Borës dhe Vllaznimit, dhe në 6 takimet paraprake rezultati është i barabartë 3-3. 3 herë ka fitu Bora, 3 herë ka fitu Vllaznimi, dhe sonte kushdo që fiton do ta merr primatin në përballje direkte. Peshja startuese Wilson Helms Anei Zekiqit Asyla. Dhe tani do të kemi një minut heshtje për të ndjerin Hekuran Hoxha, të birin e Genç Hoxhës, trajnerit të njohur, një figurë e shuar e Gjakovës, Hekuran Hoxha, i cili ishte pjesë e familjes Kuqezi.
Ngushëllim e familjes Hoxha dhe tër qytetit të Gjakovës për këte humbje të madhe. Pra peshë startuese Wilson, Helms, Anej, Zekici dhe Dasyla megjithatë sonte do të starton. E në anën tjetër Ronukaj, Hunter Jules, Thomas dhe Amin Hoti do të startojnë për skuadrën mysafire, e cila synon sonte fitoren e 4-3 në përballje direkte me vllaznimin, po njëherë është të 10 si vjet dhe të kalon në pozitën e tretë. Çdo gjë e gatshme për duelin dhe Joranej atje e kap për mrekulli. Ronda Syla në thellësi asiston, Joranej e shfrytëzon dhe e përsin e parë e realizon 2-0. Hunter për Amin Hotin. Shpejt lëviz topi, Ukaj atje për Hunterin, lëvizin Samir. Mbrojtje fenomenale atje e Ronda Sylës, do të kemi pressing zonal në tërfushën. Shihni atje Amin Hotin me njerë është pranë Dasylës. Hunter është pranë Wilsonit. Aronit e Helms, Joranej. Prohet nga Shakwan Jules. Definitivisht Shakwan Julesi është lojtari kryesori Borës, si vjet. Tenton atje Jerry Helms i pa suksesshëm në tentimin e tij të parë. Hunter, Thomas dhe Anej. Edhe 10 sekonda ka. Kërkon atje lëvizjen e topit më shpejt trajneri Kashqellani. Amin Hoti depërton dhe rezultatin e barazon e pa korridorin e lirë dhe shfrytëzoi për mrekulli. Amin Hoti ish lojtari i Trepçës dhe PS. Helms. Pick and roll Joranej, 2 herë nuk ja pasoi. Samir Zekici tenton për 3 pikë. Sa lartë kërceu atje Ukaj me kërcimin e tij të parë sonte. Hot për Shakwan Julesin. Ditë qëllon për 3 pikë e lën. Kemi mbrojtje zonale tani të vllaznemit. Amin Hoti i krijon vetes hapsin. Jerry Helms më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt. Në anën tjetër Derek Wilson është i vetmuar në kënd atje. Kalon Dasyla në anën tjetër. Wilsoni e kërkon topin. Dhe lojnë 1-1 me Hunterin, 2 fishohet me Tomasin, por e përbiron topin të Zekici, cili edhe njëherë tenton, nuk realizon, megjithatë Jules më i larti në kërcim për Hunterin. I vetmuar Ukaj në kënd, nuk po e shohin atje. Thomas lufton, por mrekulli Joranej e blokon, por edhe gabon dhe e humb topin. Një pasimi jo menduar mirë, ngutët atje. Joranej, Thomas. Luan 1-1, opa, ishte foul atje. Kandrej që u ankuan sepse e shtyu poshtë me dorë atje. Joranej, Thomasin, 2-4, e përsia e pare mysafirve. Të dyja skuadrat deri tash ishin nga një herë në e përsi dhe deri tash në këto 3 minutat e para. Kemi 2 ndrimet e përsis. E përsia ndronon 2 herë. Ja përshini atje kapitenin Ati Koshin të veshur. E ka një pëlkim të këmbës. Do të mungoj vetëm të javë nashme kthehet në aksion. Atiko në anën tjetër. Rez Mehmeti po mungon. Dërsa e kemi Jetmir Zeqirin atje. Tentim për 3 pikë, nuk ka shënim. Joranej në stilin e playmakerit, por edhe njëherë ja vjedh topin Thomas, i cili e ngulit në mënyrë nonshallante atje për 2-6 e përsia më e thellë e
Mysafirëve deri tash, Jetmir Zeqiri do ta kemi në lojë me maskën e tij, e dini që ka të lënduar hundën. Jerry Helms depërton, është ky faulli Amin Hotit, po. Edhe pranon Amini. U përvirua atje si gjarpër midis mbrojtjes Borës, Jerry Helms midis Ronit dhe Aminit. Aminit si mbeti tjetër, post ta ndalë në mënyrë të paljuar. Derek Wilson e ka korridorin me floater të vendi për 4-6. Një start i bukurit të dyja skuadrave, lojë mirë dhe një uvertyr fantastike për derbin e Gjiros mes të Trepçës dhe Golden Eagle Yllit sonte nga 19:30 në Minatori. Dueli i dy skuadrave në top form së bashku me Borën, Bora e cila pas vitit të ri i ka rendit 4 fitore rresht. Edhe po e kërkon të pestën, mirë po, vllazënimi i përkrahur nga këta djemt, Kuqezin të Jakovës do të tenton që të jetë penges dhe të ndërprej këtë seri. Ronda Syla me treshën e tij, e rikthën e përsin 7-6, një mini seri prej 5-0. Hunter Jules e bën blokun, por Hunteri nuk e shfrytëzon. Sa bukur për Jetmir Zeqirin. Asistimi i Hunterit, e rikthën e përsin. Kjo është hera 4 që e përsia ndrënon. Do t'jetë kjo një natë e gjatë dhe e bukur basketbolli, një fest e vërtet në Shaninushin. Gjakov, Helem, oho! Mund të jetë, po, edhe faul jo sportiv sepse e kapi për Fanele. Kashelan shmendet atje me shmend atje me Alex Hunterin. Shumë se janë ndodhen që shpejt po e përmbledhi, Ronu ka i faul jo sportiv. Me të drejt në anën tjetër, trajneri Kashqellani u shmend atje. E tërhek në bank Amin Hotin, i pa knaqur me mbrojtjen të cilën e luajt. Dhe me faktin se po lën shumë zbrastir atje për depërtime, e tërhoqi edhe Tomasin në bank. Tyler Cheese dhe në fakt vetëm Tyler Cheese futet edhe Jetmir Zeqiri. Është ullur në bank për me u qetësu pak atje, faul, ufa. Joran e ndaljet në mënyrë të paliuar, është ullur në bank trajneri Zoran Kashqellani, ndërsa në këmbë është Klokoqi. Ja tani po ullën të dytë shumë nervoz në start. 8-8 rezultati u barazua. E tani në 9-8 është kjo hera e 5 që ndron rezultati anë. Minutat e parë, me të vërtet po shohim gjithçka këtu, arritëm i shpejt. Cheese atje për Hunterin, i cili me treshe tenton dhe të vendi e dërgon për të rikthye përsin. Hera 6 ndronon, vazhdimisht, her kneje her andej.
Një qerek i parë fenomenal. Kërkojnë mbrojtje ma agresive atje Hunteri për Wilsoni, po Wilsoni po i shmangët. Joranej depërton, i vetmuar mbetet e kthem prapa, tenton, nuk realizon. Samir Zekici, më i larti në kërcim Jules, kërkon gabim në hapa dhe kanë të drejtë atje. Thomas do të rikthehet me njëherë në lojë, Shëkwan Jules do të largohet. Bukur për... Çfarë blokade jateron atje Ane Jetmirit. Anën tjetër, Wilson Balazon. Çfarë aksioni fenomenal. 11-11. Çfarë qereku i parë në Shaninushi. Atje depërtoi Jetmiri pas atij pasimi fenomenal, por Joranej tha jo zotni. Tenton kësaj here, por Shiz mbi Joranejn bombardon dhe realizon mbi 209 cm. Jerry Helms dhe Ron Ukaj, edhe njëherë Jerry Helms depërton dhe foul në sulmi Jerry Cole Helmsit, po. Ishte i vendosur atje. Edhe njëherë e pat atje Joranej, çfarë banane. I arzakonshëm edhe në anën tjetër kundër sulmi shpejt i Derek Wilsonit, ndërsa Tyler Cheese për mrekulli atje mbi Joranej pikërisht realizoi 11-13 aktualisht. Olsi Kurtaj për herë të parë në lojë. Ronda Syla lufton atje me Jetmirin Zeqirin. E tani do të kemi pak minuta edhe për Adem Mekicin. Wilsoni me hap prapa për mrekulli atje. Thomas e mbyll korridorin dhe e realizon kërcimin e 6 për bol. Isa bukur Jetmiri, pati atje faul, po. Pati faul ndaj Tyler Cheesit. Apo jo? Është kosh në fakt, jo foul, po ishte kosh për shkak se është tërhequr rjeta. Pikët pranohon 11-15. Zekici i vetmuar ishte për 3 pikë, mirë po vendos që me këtë rolling fenomenal të depërton, të realizon pikët e tij të para dhe të afron rezultatin në 2 pikë kur kanë mbetur edhe 2 minuta e 2 sekonda lojë. Mekici në anën tjetër i vetmuar Olsi Kurtaj tenton, nuk realizon. Jerry Helms më i larti në kërcim. Është kërcimi i treti Helmsit. Ende nuk ka pikë për te. Mekici mirë, po Ronda Syla, lufta rak. Jerry dhe Mekici. Helms dhe Mekici, Kurtaj, bukur e zgjat dorën, thot unë e preka. Olsi Kurtaj, djaloshi, fantastik. Largohet Jetmir Zeqiri. Ka të lashe si duket me frymarrje, dhe nuk po mund të luaj me mas si duhet. Ja vjet dopin Kurtajt atje, Derek Wilsoni dhe në anën tjetër realizon Jerry Helms.
statistika e tij e tretë, i ka 3 asistime, 2 kërcime dhe një top të vjedhur në anën tjetër. Fauli Jericho Hellam, si thonë, e ky do të jetë fauli dytë i tij. Do të bëhet gati për të inkuadruar në lojë Ziggy Reed. Natyrisht 2 faula të shpejt. Ky është ai topi i vjedhur i Derek Wilsonit. Do të ishte mirë sikur ta shihnim atë faulin, sepse ka shumë protesta për faulin, nëse kur të bëhet një pauzë për faulin e Jerry Hellamsit. Këtu Joranej e kapi për fanele Tomasin, referët nuk e panë, edhe kjo është faul. 15-15 rezultati i barabartë. Thomas Mekiqi është i vetmuar atje në kënd, nuk po e shet Cheese, po depërton, për paksa nuk u thyja atje, shpëtoi Derek Wilson, e pret Joranej, i cili blokohet, jo, nuk blokohet, por ndalet në mënyrë të palejuar. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Joranej është një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të vllazimi, me 89% efikasiteti. Pasën 15. Dhe realizon Joranej pikën e tij të 4. I ka edhe 2 blokada, 2 kërcime, për ndryshe 16-15. Dhe 17-15 është kjo hera e 7, besoni apo jo, që e përsia ndron on, dhe atë vetëm gjatë çerekut të parë. I vetmuar Adem Mekiqi nuk gjuan, shkon me aksion të gjatë, mbrojtje zonale, të cilën e shpërthen atje Thomas për mrekulli, koshin e shmonton, një asistim për toke i Amin Hotit, një lloku me ara për Lance Thomasin, i cili e ngulit dhe rezultatin e barazon. Aksioni fundit, Ziggy Reed depërton, Olsi Kurtaj me mbrojtje të mirë atje. Olsi, por është faul. 19-17. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë Ziggy Reed. Lojtari kryesori vllazimit, së bashku me Markiz Vorikun në vjesht, deri te ardhja natyrisht e Jerry Hellamsit, i cili u rikthyet te Kuqezind. Atje realizon për 21-17. Sekondat e fundit, Cheese kërkon Amin Hotin, depërton deri në fund. Nuk ka faul dhe çereku i parë mbyllet me rezultatin 21-17. Shkoj me marketing para se të kthehemi përsëri në Shaninushi. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ue, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të kënëshet pjesë. Me t'bli pa interes, me t'ziu ne po pres, shumë let me pagu, a jeti të mgu. Ha, qështu do? Top. Hej, aja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo, paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life.
Kthehemi në Shani Nushi, një qerek i parë fantastik, dominimi vllaznemit në kërcime dhe asistime dhe 6-4. Nga ana tjetër, ajo që karakterizoi lojën e Borës ishin topat të vjedhur dhe kundër sulmet, megjithatë nuk arriti të i realizoj kundër sulmet, ishin të shpejt në kundër sulmet, por nuk i realizohen, gjë të cilën e shfrytëzoi në anën tjetër skuadra e vllaznemit, e cila pra dominoj sa i përket gjuajtjeve të lira, ishte shumë e mirë në depërtime dhe në ndalje me faulla 4 gjuajtjet e lira të realizuara të vllaznemit dhe asnjë gjuajtje e lirë e Borës. Faktikisht është edhe dallimi prej 4 pikëve pas qerekut të parë Joranej me 7 pikë e 4 kërcime. Dhe 2 blokada, është lojtari kryesor në parket aktualisht tek të dyja skuadrat. Në anën tjetër Tyler Cheese dhe Thomas Chandra me 6 pikë e 2 topa të vjedhur janë kryesorët. Tyler Cheese 4 pikë e 1 asistim. Definitivisht një qerek i parë i arzakonshëm e përsia ka ndruan 7 herë, besoni apo jo. Hot për Mekishin. Vazhdon mbrojtja zonale e Gyltekin Selimit, faulli Samir Zekishit. Po e them edhe njerë atë që i thash edhe në fillim të këtij transmetimi. Pra, pikërisht këtu në Shani Nushi, me 2 nëntor, kur ishin takuar vllaznimi e Bora, të dyja këto skuadra kishin pas nga 3 humbje në start të edicionit të ri dhe vllaznimi kishte shënuar fitoren e parë. Mbrojtje e mire Kurtaj, Zigiri dhe shpëton këtë top, i ik shpejt në kundërsulm dhe ndalet në mënyrë të paliuar nga Adem Mekiqi. Çmendët atje Karqellani me a do ta zëvendësoj Mekiqin apo jo, Olsi Kurtaj. Kurtaj largohet, Ukaj në lojë. Kërkon Karqellani, qysh po e motivon Kurtajn, e ndalja atje, tha, s'ka lidhje që të ndryshohet, që e kryt, në gjallu pak, kërkon pra energji më shumë prej lojtarëve të tij, nuk po i pëlqen kjo mungesë e energji sonte në fillim të ndeshjes Karqellanit, sipas tij lojtarët e tij po flajnë, e faull atje i Joranejt ndaj Tomasit, edhe një herë për mrekulli atje bashkëpunimi mes të Tyler Cheese dhe Tomasit, i cili depërtoi në brendi. Dashti me ngulit, por anej e pengoj me foul. Realizon herën e parë Shaquan Jules. Është një prej realizuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira tek skuadra e Borës. Shaquan Jules i qëllon të 2 gjuajtjet e lira, 80% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira, me hanterin dhe pikërisht këtë njeri që po e shihni në ekranit e juaja, Amin Hotin, kanë përqindje identike nga 80% nga gjuajtjet e lira. Zigirit e shëron Dasylen, lëvizje bukur e Ronit atje, hap prapa, tenton, nuk realizon, Mekiqi më i larti në kërcim. Ukaj për Mekiqin, i bën blok, tërhiqet atje, vazhdon Icepack, mbrojtja e vllaznemit. Ukaj depërton pran Anejt, i cili tenton me bloku, luft e madhe, e mbyll mirë Ron Dasyla. Ukaj në kundër sulmi shpejt, Zigirit me rolling për mrekulli, depërton në thellësi, ndaljet nga Shaquan Julesi. 21 me 19. Hunter do të rikthehet në lojë edhe një herë. Ishte Mekiqi i cili e ndali Adem Mekiqi i cili e ndali në mënyrë të palejuar. Personalja e dytë e kapitenit, i cili duhet të largohet, i pati vetëm 2 kërcime, nuk pati asnjë tentim nga loja, i rikthyeri pas lëndimit
lojtari kryesori i Borës, Adem Mekishi, njeri i cili ka ardhur në Borë nga MZT e Shkupit, ka luajtur, në fakt nga Zara, pardon, ka luajtur për MZT-n edhe në ABA League të Zara, ku shpall edhe kampion i Kroacis. 22 me 19, i sakt në tentimin e tij të parë është Zigirit, edhe herën e dytë realizon. Nuk e huq Zigirit, me të vërtet efikasitet perfekt i Zigiritit. Gjithmonë ngritet nga banka rezervë. Dhe shpërthen Zigirit. Alex Hunter tenton me treshe, kësaj radhe jo. Është rikthyer Jerry Helms në lojë. 23 me 19. Helms dhe Hoti për Dasylen. Dasylen dalet në mënyrë të palejuar. Roni. Edhe Roni. Dy Ronat. Përshëndetje njëri me tjetrin. Ukaj jashtë rindorën dhe ngrit të dytë reprezentues të Kosovës. Zigiri depërton, përbirot atje, por nuk realizon. Ukaj më i larti në kërcim atje dominon. Dueli 2-4-shëve në lojë Rushiti për vllaznimin, i cili e mbron Qizin dhe është ky faul po. Shumë po vonohet në mbrojtje, shumë lartë është në mbrojtje i ardhuri nga skuadra e Shkupi Çajiri. Arvin Rushiti. Hunter e kthen te Amin Hoti, lëvizje bukur mashtruese e Aminit për mrekulli, e dërgon te vendi Amin Hot. Shumë hot me këtë treshe, 23 me 22, e detyron trajnerin Gültekin Selimin që të kërkon time out. Fal kësaj treshe e afron përsëri rezultatin në 1 pikë. Të dyja skuadrat e përsin më të lartë e kishin nga 4 pikë. 23 me 22 janë është kjo pika e 5 e Amin Hotit, i cili ka dhe një asistim, aja asistimi fantastik për Tomasin në brendi parës. Ja po i shini edhe statistikat e vllazimit. Këto 12 minuta e gjysmë lojë. Fenomenal Aleksanteri në asistim të Qizit. E ishte kjo blokada. Joranejt me të vërtet dominoj në çerekun e parë. Joranej pas asaj blokade erdhi ky kundërsulm i Wilsonit. Aktualisht pra te vllazimi me 7 pikë, 4 kërcime dhe 2 blokada. Vazhdon të jetë më i miri Joranej me nga 4 pikë Wilson dhe Zigirit. Po dallohen të shohim atje Helms hapët me njëherë Ronukaj, po e mban mirë deri tash Helmsin, vetëm 3 pikë të tij. Edhe Gordon i lënduar sot, edhe Gordoni mungon sot tek skuadra e vllazimit. Andaj po ka shumë kujdes trajneri Gültekin Selimi me minutat të cilat po jep Joranej, sepse e dim që Joranej ka telashe dhe është në gjendje që të shkakton 2-3 faulla për 3 minuta. Andaj edhe po e kursen, sepse pati një kontribut të jashtëzakonshëm Kashqellani, po Nevri Kosit po e shtin Lorikun Klokoqin, ndihmësin e tij që të ngritet në këmbë dhe të udhëheq lojën. Shumë nervoz sonte Kashqellani, po kërkon energji prej lojtarëve të tij, i pakënaqur
me intensitetin e lojës dhe energjinë e lojtarëve të tij. Asnjëherë deri tash Zoran Karqellani nuk e kom pa kaq nervoz. Ja pra, kërkon atje që të luajnë me shpirt lojtarët e tij. S'ka lidhje nëse huqin. Po, e vazhdimisht është duke komuniku këtu me lojtarët e tij. Edhe kur po gabojnë, po thot s'ka lidhje, po i motivon, s'ka lidhje, vetëm luani. Me të vërtet një trener shumë interesant është Karqellani. Duhet thënë se ai ka udhëhequr skuadra si Bosnën e famshme të Sarajevës, Borcin e Banja Lukës dhe Budućnostin e Podgoricës. Është një trajner i cili ka udhëhequr edhe në Gjermani, tentim dhe luani i fundit Arbin Rushiti. Dëshirojnë që të rishikojnë atje nëse ishte vendimi drejt apo jo. Vetëm në të afrohen referët. Pra, sfida e trajnerit Gültekin Selimi ishte dështuar, pra nuk qëndron, e pa suksesshme. Topi shkon për Borën, 25-24 Hunter e pret atje Gjulsin për pick and roll. Topi lëvizte sa bukur hotje, hap atje lojën. Dhe asiston për Tyler Qizin, e rikthene përsin 23-25. Kemi një seri prej 2-8 në këto 4 minutat e para, dhe nga -4 në +2 shkon e përsia. Është kjo hera e 8 që ndron e përsia on. Zigirit dalit në mënyrë të palijuar. Çfarë aksioni i bukur i Amin Hotit, i cili depërtoi e mblodhi mbrojtjen dhe asistoi jashtë. Edhe njëherë për këte 3 pikë të Qizit. Nga ana tjetër, Zigirit i pagabueshëm vazhdon të qëllon nga vija gjuajtjeve të lira, nga 6 tentime 5 gjuajtje të lira të shënuara. 7 pikë të Ridit. 7-6 është nga vija gjuajtjeve të lira. 8 pikë të Zigiridit. Tani kosha shënuesi më i mirë i vllazimit. 6 nga këto 8 pikët e Ridit nga penalet. Amin Hoti tenton për 3 pikë dhe bombardon 2 treshet një pas njëshme. Apo jo, e pas ka shkel vin, tregon Arefi. Megjithatë duhet të jetë treshe, po 30-27. Helms për mrekulli e Rushitin, i cili tenton, nuk realizon, hot më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt Hunter. Zeqiri nuk po merën vesh atje me Gjulsin, tenton për 3 pikë, megjithatë faul, po, i pavëmendshëm është Arbin Rushiti.
e shtyen atje Jetmirin. Edhe njëherë e shtyu Jetmirin atje, i cili u përbirua dhe e mbylli mirë. Edhe njëherë Amin Hot për mrekulli me këte treshe. E shfrytëzoi blokun e Shekuan Gjollsit, i pasak në tentimin e tij të parë Jetmiri. Nuk është e zakonshme për te me hu gjuajtje të lira. Sigurisht maska po i pengon. Jetmiri është ekzekutuesi më i mirë i gjuajtjeve të lira, së bashku me Lens Tomasin, nga 90% të efikasitetit. 30-20, sa bukur atje, Derek Wilson asiston Jerry Helms, koshin e shmonton dhe Zoran Kashqellanin e detyron që të kërkon time-out. 29-31, edhe njëherë një asistim fantastik i Derek Wilsonit, e pa koridorin e lirë Jericho Helms edhe deportoi. E vrejti këte edhe Derek Wilsoni, për cilin është kjo asistimi i tret. 5 pikë të Jericho Helmsit. Time-out kërkoi trajneri Zoran Kashqellani. Në 3 raste skuadra e Borës kishte 4 pike përsi. Në 2 raste e vllazimit. Me të vërtet një loj e niveluar, e paralajmërova edhe në fillim allurës të basketbollit se do të jetë kjo një përballje fantastike. Vllaznimi pas ciklit të parë pati vetëm një fitore, 6 humbje. I ndau rrugët me Jeronim Mosharinin, i cili vjetë solli trofeun e parë pas 29 viteve, titullin kampion të ligës unike, angazhoi Kreo Kapiçin Malazezin, që startoi me 2 fitore të mëdha kundër Bashkimit të Trepçës në kampionit e kampionit, por për shkak të karakterit të tij dhe serisë humbjeve, vllaznimi ja tregoi rrugën dhe bëri marrëveshje me Gültekin Selimin. Aktualisht vllaznimi është i parafundit dhe po lufton për mbjetesë direkt me Arahovecin. Në anën tjetër, Bora me Kashqellanin ka psu revolucion pas 4 humbjeve në start, e angazhoi e hoqi Minçevin, e angazhoi Kashqellanin, 9 fitore, 4 humbje dhe aktualisht ka bilan. Çfarë blokade sonte Bananameni i quajtur Joranej, sonte po shke banane me të lirë. Edhe njëherë, dash me djathën, dash me të majtën, thot, jo zotni, këtu s'ka kalim. Topi do të jetë për Qizin, edhe 2 sekonda për këte sulm. E shpëton Zekici, e vje këte top kundër, sulmi shpejt, për mrekulli, realizon Jericho Helmsi dhe barazon në 31-31. Kërkon aksionin Grushti, trajneri Kashqellan të shofim, Gjullsi vjen në blok, hapët në vertikale atje, shkon topi në anën tjetër për Hanterin, i vetmuar Hot, lufton atje Zeqiri, i krijon vetës hapësin Hot, e përmirëson, deporton, edhe me tabel realizon, e rikthehen e përsin minimalet të Borës 31-33, Amin Hoti, i arzakonshëm Amini sonte, po i bën krejt, 10 pik, 2 asistime, 2 kërcime nga Amin Hoti. Foul, pikrisht i ati, po. E patëm një mismatch atje, një ndrim të gabueshëm të lojtarëve, natyrisht Joranej me 209 cm e ti, e në anën tjetër Amin Hot, një 14 më i shkurt, nuk pati rrugdalje tjetër, po standal me foul. Është kjo kuqja e dytë sonte e Joranej nga vija gjuajtjeve të lira, 5-3. Edhe herën e dytë i sakt, 8 pikë të Joranejt, i cili ka edhe 4 kërcime, 3 blokada. Do them
kur po futen në brendi atje po duhen me pas shumë kujdes. Ja shikoni edhe presionin të cilin e bën Joranej, me vërtet në mbrojtje i hatashëm. Olsi Kurtaj do të rikthehet në lojë. Helms. Edhe pse Roni është i vetmuar atje vendos për Wilsonin. Derek Wilson me hap prapa. Tenton, nuk realizon Jules. Mirë po s'ka top të humbur për Joranejni, cili thot kujdes atje duhet ta pastroni. 32 me 33, një pike përsi për Borën, kur kanë mbetur edhe 3 minuta 6 sekonda lojë. Me vërtet me këtë mbrojtje zonale, trajneri Gültekin Selimi e ka paralizuar treshet e Borës. E masnej me mbledhjen e mbrojtjes, sidomos me lojën e shkëlqyeshme të Joranejt. Mirë po ja, një moment i vogël i dekoncentrimit dhe me njëherë atje Alex Hunter me treshen e tij e ngrit rezultatin përsëri në maksimumin prej 4 pikëve përsi. Lufton atje Joranej me Kurtajn për mrekullia. Anej asiston, Zekici realizon 34 me 36. Edhe një top i vjedhur. Mbrojtje fantastike. Joranej po i bon krejt. I arzakonshëm. Shikoni atje se si asistoi për Samirin. Shkoj me aksion në anën tjetër, e më pas edhe me mbrojtje të mi. Në anën tjetër, Jerry Helem. 37 me 36, time out kërkon Zoran Kashqellani. Çfarë serie e shpejt prej 5-0. Edhe më i merituari për këte ishte Joranej, edhe njëherë. E pa se si e mbylli atje, i krijoi hapësir Jericho Hellemsit, u fut edhe për kërcim në sulm. Joranej i bëri krejt. Asistoi këtu për Samirin. Është kjo ajo treshja e Alex Hunterit, treshja e dytë e tij sonte. Këto 2 treshe, edhe i ka realizuar 6 pikët e tij Alex Hunteri. Ja, po e shofim edhe hartën e gjuajtjeve në kosh. Të dyja skuadrave të Borës dhe të Vllaznemit. Vllaznemi në këtë çerek po e mban hapin duke i falenderuar gjuajtjeve të lira deportimeve në brendi edhe shënimeve nga kjo zona e lyer e kaltërt. 20 me 14, 6 pikë më tepër se sa Bora, e cila ka 5 treshe, Vllaznimi vetëm 2. Tentim për treshën e 6, kësaj radhe nuk realizon. Elen atje Joranej që dal jashtë. Ishte ky tentimi i 12 i Borës për 3 pikë, 5 treshe, 8 me 2, sa i përket tresheve është Vllaznimi. Derisa Vllaznimi po deporton dhe po realizon në brendi, Bora po përgjigjet me shënime nga distanca. Ky presion të cilin po e bën Gültekin Selimin në brendi, po reflekton edhe me gjuajtje të lira. 11 faulla. Deri tash i ka shkaktuar Bora, 8 i ka shkaktuar Vllaznimi. Joranej e huq
herën e parë, është i pakënaqur sepse zakonisht me vërtet shumë çudi, sepse ka një efikasitet prej 89% nga vija gjuajtjeve të lira. Joranej e sonte i ka huq 3 gjuajtje të lira. Paramendoni në krejt kampionatin para kësaj ndeshje. Joranej ka pas 26 gjuajtje të lira dhe 23 ka shënu, e sonte 6-3. Çfarë blokade e mirë atje e Ronda Syles kundër sulmi shpejt. E kthente Jerry Helms, i vetmuar Samir Zekici tenton, por Ronda Syla e shpëton. Amin Hot e nxerr, jo se nxerr Jerry Helms për Samir Zekicin. Helms asiston, Samiri realizon për 39 me 36. Fani 14 me 36. Fauli Samirit, po, jo, nuk është faul, nuk janë hapa, po është fauli Samirit. Pa qartë, do të jenë këto 2 gjuajtje të lira, ja, atje e ndali Tomasin, u vonua që ta mbyll, do të jenë 2 gjuajtje të lira dhe Tomas një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira, ja, e parë, sa shpejt me një seri prej 8-0, minusin prej 4 pikve, e shëndrojnë në plus 4 pik skuadra e vllazimit, e tani Tomas me 2 gjuajtje të lira, e afron rezultatin në 14 me 38, edhe 57 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Një çerek i dytë po ashtu fantastik, pra në përgjithësi pjesa e parë fenomenale ja Jerry Helms, shumë pak ju desht që të eksplodon. Shpërtheu lojtari kryesori vllazimit, ylli vllazimit, aktualisht i ka 10 pik, 5 kërcime e 4 asistime. Jerry Helms, natyrisht i shkëlqyeshëm, i mrekullueshëm, ky djalosh i cili shpërndau banane me të lira sonte, 9 pik, 5 kërcime dhe 3 blokada të Joranejt. 8 pik i ka edhe Ziggy Reed, ndërsa njeriu dhe truri i skuadrës sonte pa dyshim tandemi Derek Wilson me 4 pike, 4 asistime dhe më fani Derek Wilson, Amin Hoti me 10 pike, 2 asistime dhe Hunter me 6 pike, 2 asistime tek Bora. Kurtaj dhe Hot i bëjmë pressing Wilsonit. Da Syla për Wilsonin. Joranej vjen atje në blok, hapët. Dinte qëllon edhe për 3 pik Joranej kur duhet. Wilson i thot largo, shko në brendi. Prap një mismatch i Derek Wilsonit me Joranej. Në sekundën e fundit tenton, nuk realizon. Nuk kuptohen Miranej dhe Wilsoni kësaj rade. Hunteri në kënd atje, Amin Hot. Edhe 7 sekunda për këtë sulm. Hunter, Da Syla, lëvizje bukur mashtruese e Hunterit atje. Tento, çfarë treshe! Pa, në sekundat e fundit. Jerry Helms, për pak nuk realizon. Çfarë treshe Alex Hunterit në qintat e fundit të sulmit adhurues të basketbollit. Edhe njëherë lëvizje bukur mashtruese. Edhe shikoni këtë treshe të Alex Hunterit. Tërhiqet prapa, me hap prapa, lanson dhe realizon. 9 pikë të Hunterit, të gjitha për treshe adhurues të basketbollit. Shkojmë me një pauzë 10 minutë para se të kthehemi përsëri në Shani Nushi në këtë duel fenomenal. 4 pike përsi i kishte skuadra e Borës, pas asaj treshe të Hunterit për 32 me 36, pasoj një seri prej 8-0
e skuadrës së vllazimit dhe kaloi nga -4 në +4, 40 me 36, para se Pora ta përmbyllte pjesën e parë me 5 pikë rresht, ato 2 gjuajtje të lira të Tomasit, edhe në fund me këte treshe fenomenale të Aleksanderit. Gjithçka po mësonte. Rezultati ka ndruar anë 11 herë sonte në pjesën e parë, në fakt më falni 12 herë, patëm 8 barazime të rezultatit dhe e përsia maksimale e cilës do skuadër, pra më së shumti ka shku deri në 4 pikë. Po i shihni statistikat, me këto po ju lo, shkojmë në pushim e më pas 10 minutave kthehemi përsëri në Shani Nushi në këtë ndeshje fenomenale.